Mirëmëngjes të gjithëve. Ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të mbar, të bukur dhe të përjetuar me shpirt. Muzika duhet të ndezë zjarrin e shpirtit të njerëzve. Kjo thanje lapidare e kompozitorit madhor Ludwig van Beethoven mund të ndjejnë më së miri ata që e kanë shpirt muzikën. Madje ndoshta është vështirë me thanë me fjalë, por shpirti është ai matës, aq sensibël që ndjen çdo tingull të bukur. Muzikën e ndjejnë edhe të ftuarit e mi më së miri, sepse janë muzikantë, sepse kanë pasion muzikën, sepse punojnë çdo ditë të prekin instrumentin dhe të ndjejnë se për te i tingullit ka një ndjesi shumë të bukur. Ata janë të shoqëruar nga një njeri shumë i njohur dhe shumë produktiv, madje shumë afër instrumentistëve, muzikantëve të moshave të ndryshme, të zhanreve të ndryshme, por në profilin e tij mund të përcaktoj, ai është pianist dhe kompozitor, profesor Gjon Shllaku. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Ka ardhur së bashku me instrumentistët e rinj, të cilët edhe pse kanë hobi muzikën, kanë në shpirt një pasion të veçantë për të edhe për tastierën e pianos, për të luajtur pjesë të ndryshme. Së fundmi janë paraqitur në një festivalin e interpretuesve të rinj, të inkuadruar në kursin e formimit muzikor të shoqatës kulturore artistike Prengi Jakova. Ata kanë një ecuri shumë të bukur që her pas here finalizohet me produkte të tilla, siç është pjesëmarrja në aktivitete, madje ata janë edhe të vlerësuar me çmime absolute dhe speciale. Unë do t'i zbuloj gjatë bisedës, por dua të prezantoj Ana Gulin. Përshëndetje Ana. Mirë, ndihem shumë mirë që në studio më vinë njerëz kaq të motivuar, bukur. Liora Kanani, po ashtu fituese e çmimit absolut në festivalin e interpretuesve së bashku me Anën. Urima dhe Heiber Sylla ka marrë një çmim special bashkë me 8 instrumentistë të tjerë, pianistë të tjerë. I përshëndesim të gjithë dhe ju e dini që pas pak ne do të shfaqim në ekran edhe shumë diploma që ata kanë marrë me emrat e tyre, dhe kështu që të gjithë janë pjesë e këtij programi i cili transmeton ndjeshmërinë më të madhe muzikore që kanë këto fëmijë. Jashtë çdo detyrimi, ata kanë një hobi dhe kanë dëshirën ta njohin muzikën. Apo jo, profesor Gjoni? Sigurisht, kjo punë që ne bëjmë me fëmijët për vitesh është pikërisht një dëshirë përbashkë e familjeve, të cilat ofrojnë mundësinë fëmijëve të tyre të jenë pjesë e këtyre përgatitjeve, dhe nga ana tjetër forma me të cilën ne japim këtë njohuri, këtë kulturë muzikore, por që nuk është vetëm muzikore, sepse edhe vetë metodat me të cilat ne punojmë nuk janë thjesht metoda profesionale. Ato janë metoda të cilat zhvillojnë në përgjithësi memorien, zhvillojnë aftësitë mendore të fëmijëve, zhvillojnë në mënyrë të veçantë fantazinë e tyre, zhvillojnë njëkohësisht edhe reflekset e durve, edhe të dëgjimit e tjerë, pra janë gati një, mund të themi, terapi artistike, nëse mundem na më quaj kështu. Absolutisht. Kjo nuk është një zbulim i joni, kjo është një eksperiencë botnore, e cila nëpërmjet metodave speciale që bëjmë ne, vjen dhe ofrohet për të dhënë këtë hapësinë pikërisht qytetit Shkodrës, ku këto punë
Në historinë e saj janë bërë në format të tjera, shumë atë vështira mase, por që sot është e mundër, sepse instrumenti së parit është i mundur të jetë i pranishëm në shtëpinë e secilit prej këtyre. Bile ne tentojmë të kemi një instrument sa më special, që t'i vlen në mënyrë të veçantë, që ta përgatiten jo thjesht me një tastier të zakonshme, por për të kenë aftësinë e një pianiste të vërtetë. Unë duhet t'ju uroj njëherë, sepse ju jeni fitues të çmimeve në një festival ku marrin pjesë shumë fëmijë në Tiranë, keni shkuar atje, jeni paraqitur dhe jeni vlerësu. Ana, të përshëndes, unë të njihja si teniste që ka fitore në shumë turne të tenisit, por ja që më dole dhe artiste, muzikante. Liora, pa tjetër që ka në deja çdo gjë artistike që lidhet edhe me muzikën, edhe me artet pamore, por ja që më doli pianiste. Po edhe Heiber do të më tregoj historinë e vet, se si ajo ka shku deri tek çmimi special në festivalin e interpretuesve të rinj. Si ndjeni? Është bukur? Shumë mirë. Dhe më thonë është diqa bukur kur e shef vedin me tjerë, sepse kur je gjithmonë vetëm ti që i bjen pianos ose e shef vedin me shokët e kursit, nuk ka se e shef shumë atë diferencën në një hapësin më të madhe. Liora është gëzu shumë, apo ja? Po. Çfarë ke interpretu ti, Liora? Unë kam interpretu 3 pjesë të librit të past që i kam marrë. Dhe këto pa tjetër që të pëlqenë shumë? Po. Dhe natyrisht i ke mësu hap pas hapi, i ke në dorë, si tush, nuk e harrën. Më trego pak sa? Të një unë e kam njësë që shkur mi ka dhënë mësuesi pjesët duke i mësuar. Pastaj kemi zgjedhur këto 3 pjesë për t'i paraqitur në festival. Sepse ti ke mësuar edhe pjesë të tjera. Po. Ti Heiber Xhamaroke. Patjetër që mezi shpret të luash në tastier. Po, me mezi pres të luaj në piano. Dhe çfarë ke luajtur ti? Unë kam luajtur piano. 2 pjesë apo 3? Kam pasur 3 pjesë. 3 pjesë. Nga libri si libri këne pasur? Nga libri i 4. Shumë mirë. Kështu që mendo Meri se po të ndërhyj, Heiber dhe Liora janë klasa tulta, por dikosisht janë edhe kursante të treja. Kështu që keni ka përcysh shpejt ato libra pare, 2 të 3, 4, 5. Kjo tregon një diçka, domethënë se 5 librat janë bazik dhe në vazhdim ne vazhdojmë me metodë të specializuara si mas rastit. Sa sfiduese është me vu durt në tastier një instrumentist i cili ka shumë dëshirë, por ndonjëherë është edhe ndrojtje të prekësh një tast të dëgjosh tingullin e më pas të lush. Po gjithsesi fëmijët sot janë të mësuar, me thënë drejtën, sepse instrumentin përveç që e shohin, e kanë edhe mundësinë shumë herë kanë në shtëpi, sepse po një shpeshherë si lodër ja bin, ja sjellin një instrument jo masë profesional, por prandaj kur vinë aty janë pak a shumë përgatitur. Ne përpara si ti pranojmë në kurs, ne i bëjmë një provë. Sikur se ne na kanë bërë në shkollë ku ishin vegjël. Sepse ajo ka dy anë të saja të domosdoshme. Nga një anë nga ana jonë që japim mësimin dhe kërkojmë të kemi fëmijë të cilët kanë aftësinë për ta marrë leksionin ashtu siç duhet, dhe nga ana tjetër fëmia duhet të ketë disa aftësi të veçanta për të marrë atë çfarë ne ofrojmë në këtë mënyrë nga dy anda ai do të arrijë të japin rezultatin, sepse në rastet kundërta kur unë marr një fëmijë i cili s'bën fort për atë punë, e forca aty ai njihet në siklet, edhe unë kursisht edhe më shumë. Pra ne kjo është në detyrë jona që ta funksionon. Po gjithsesi këto hapa të parë kanë qenë shumë të bukur për ju, apo jo, Heiber? Shumë të bukura. Shumë të bukura. Po si ndjehesh ti kur luan në piano?
Unë jem shumë e lumtur. Dhe jam dhe krenar për vete që ka marrë çmimin special. Bravo. Bashkë me ty kanë marrë edhe disa të tjerë, nëse ja din emrat, ne po I përshëndesim, po megjithatë kemi certifikatat regjia, kemi certifikatat e diplomave të tyre, janë këtu gjithë grupi, apo jo? Jeni një grupi madh. 90 vetë, 90 fëmijë kanë marrë pjesë. Të gjithë I përshëndesim, sepse vërtet është një kënaqësi shumë e madhe, edhe një dëshirë shumë e madhe për me marrë në një sallë prestigjioze si salla Tonin Harapi, një njeri I artit dhe një pianist në më të mirë e përjullës së vet, kompozitori I shqumë shqiptar, më vjen jashtëzakonisht mirë që ato janë kujtuar I vuajnin e tij pranë liceut artistik Jordanisjen e Tiranë. Ja këtu janë me radhë të gjithë çmimet speciale, Kol Rupa, Leora, ja që kemi ofruar me çmim absolut këtu. Heiber, ja diploma jote. Këtë diplomë ti e mban kështu shumë të shtrenjtë apo I ke vendos? Ana, ja, Paolo, Kola, të gjithë I përshëndesim Rion Ngera, përsëri një fitues I çmimit special dhe Elia Luka. Janë të gjithë Noel Hoti, po të gjithë ju mësoni aq mirë pianon. Mirë. Po Herbert, a mund t'ja shpjegosh pak se si studion ti gjatë javës, si ke rregullin, sepse duhet edhe fëmijët tjerë ta dinë se sa kohë të konsumon ke, sa studion ti përgjithsisht në shtëpi. Unë studioj më shumë në shtëpi. Nuk studioj për 1 minutë. Unë studioj me shumë orë. Kur bëj një gabim, e bëj edhe një herë që ta di jam përgatit edhe për konkursit, kur e kam një që kam bë gabim, për famon edhe herë do e bëj, që ta bëj mirë. E kam bë me miliona herë, derisa kishte t'jenë super, shumë ka pojnë mësuesi, mi mojt të drejta, edhe mirë si ka thonë, një pjesë se kam pas përmensh, por ka kanë edhe I thjesht, edhe 2 pjesë të konkursit kam pas 2 përmensh. Bravo, një duar trokitje për ty. Shumë mirë. Dhe kështu që ti ndjehesh shumë e sigurt. Çmimi special ty të ka bërë shumë krenare, do të të pyes më vonë se çfarë ka ndodhur masi ti e morë çmimin special, ti je vetëm në klasën e 3. Po, tani shkoj në klasë të 4, sepse ti mbarove tashmë. E kam marrë. Po kemi 2 fituese të cilat kanë marrë absolutisht 100 pikë në 100 pikë, që do të thotë kanë qenë të shkëlqyera, apo jo. Madje në këto momente kemi një video ku Ana luan pjesën e saj, çfarë? Po, është një insert që e kanë marrë, jo kajt personale. Por është kujtim I bukur. Unë ndërkohë me Anën këtë ditë do të bëjmë regjistrimin e krejt veprës së Kabaljevskit, që është Natina Kabaljevskit në 3 kohë, që kjo ka studiuar gjatë këtij vitit, edhe e tha me krenari që kjo ka arrit të bëjë një lutë të shkëlqyeshme, nivelet të larta të saj u aprovuan si tush edhe nga Komisioni I Tiranës që me seriozitetin më të madh I vlerësoj këta fëmijë, edhe jam I respektoj shumë mendimet e tyre, ato na vlen edhe jo vetëm për çmimet, por edhe për karakteristikat e lojës së fëmijëve që I kanë dhënë. Regjia e kemi gati insertin, videon ku Ana interpreton në piano drejt për së drejti, ne po presim që ta ndjekim.
Kur po e ndi që të vini normand shumë momente të ati interpretimi në paraqitjen tënde, Ana? I kujton dëgjonat vogla që të mesin mend, sepse normalisht kur je në skenë është ton ideja mu fokusu të pianoja, sepse një çast me ti ka i përqendrimi e hub komplet fokusin. Kështu që më kujtojnë disa momente ku shpesh herë ecin vetë durt, edhe nëse ti nuk je fort i përqendruar. Kështu që është tonë ideja mos me të kop ai paniku se që punon mbrapa. Po ti realizove një program me nivel edhe teknik edhe interpretativ, apo jo? Që do të thot, i ki kaluar këto librat e parë, 2, 3, deri tek i 5. Po. Ana ka shumë vite që i bën kurset tona, mund ta dërgojnë vetë se ka historia jote është po tashti normalisht gjithmonë edhe në familje, në shtëpi tonë, muzika ka kanë pjesë e jona, kështu që ka kanë diçka krejt normale me një instrumentit. Unë po përmend 2 prej instrumentistëve që unë edhe kam njohur, siç ishte violinistja mrekullueshme Giovanna Gulli, ndjes past, por edhe shoku jon i shkollës Roland Gulli, i cili është kompozitor, është kompozitor, flautist, kitarrist. Kështu që edhe Tiana është në gjak edhe nuk është këtë çudi, por normalisht që don edhe punë, sepse nuk mund të ush po hibi një instrumentit, po ushtru, po ul miro, kështu që janë të na bashkë. Kështu që ti në moshën në klasën e 5. Klasë 5 e kam fillu, deri më sot që kam marrë gjimnazin. E muzika të shoqëron. Si mendon ti, çfarë përfitimi ke nga motivimi me muzikën? Pra, me u marrë me muzikën. Është muzika t'jep kënaqësi. Unë e kam pa vedin shumë raste kur edhe kam pas me mësu në shkollë ose diçka dhe jam nalë mes të mësimit me ra pianos. Sepse është një mënyrë me hek mendjen, mu qetësu një anë tjetër, kështu që muzika t'jep shumë. Nuk është puna se po e bën edhe nuk përfiton kur gjë për saj. Pra që më tepër artikulacionet e sa notat i moj mend partitur që për me vërtetu mas miri këtë, unë kam një ndjeshmëri personale, ndoshta nuk mund të s'duat të me keq kuptojnë asnjëri, po të gjithë jemi njerëz. Unë kam djalin tim i cili mas shumë merret me shumë punë dhe ka moment që ngrihet për aty dhe shkon luan në tastier. Dhe dua ta përshëndes. Por tashti du me ditë diçka më shumë nga Liora. Liora përsëri me një çmim absolut, që do të thot që i dalë shkëlqyshme në kategorinë e vet, to janë fitues. Që i dalë e shkëlqyshme në çdo centimetër ose në çdo fragment të kohës së interpretimit. Kjo të ka ba që të njihesh shumë e kënaqur. Shumë e kënaqur. Po mirë, si arritet ti Liora që ti ishe kaq speciale, kaq absolute në Tërgo pak për atë punë që ti ban gjatë vitit. Se kjo nuk është një gjavë që vjen vetëm përpara konkursit. Nuk mund të bëhet as me 5 ditë as me një javë. Jo. Më tërgo pak sa. Pas hapi, duke i përsëritur pjesët. Shumë herë, edhe kështu kam arrit me nxjerr diçka të bukur. Diçka të bukur. Më thej që ke mësuar shumë pjesë, po 3 ke zgjedh për me interpretu. Pse zgjodhe këto? Të pëlqeshin si melodi, ishin më të thjeshta, apo ishin ende më të vështira dhe ti tregoshe zotësinë tënde, aftësinë tënde? Tani mua pëlqejnë këta pjesë që janë pak si të shpejta. Të pëlqen që jesh virtuoze. Po, edhe 2 që kam pas, kanë qenë si pak të shpejta. Për shembull, kush kanë qenë këta pjesë? Çfarë pjesësh kanë qenë? Kanë qenë ca pjesë të librit, që janë italisht. Italisht. Janë më shumë pjesë melodioze. Melodioze. Të pëlqejnë edhe ti këmosh ndoshta. Ti jeton me ato melodi, Metoda jonë ka një diçka se nuk merret në mënyrë të shkputur, të thjesht po mësojmë tash
lojen në tastier dhe pastaj solfezh në vedi e pastaj ke bën gjithas bashkë. Pra që në fillimet e para këto fillojnë të lozin tastier të kënojnë këngë shumë të thjeshta me një tekst që mund të bëhet në italisht sepse atë gjuhën e zotroj ose në gjuhën angleze sepse kjo është metodë amerikane në fakt edhe në këtë mënyrë avancohet hap pas hapi. Para krijon i merr në formë të përmbledhur të gjitha efektet e atyre që duhen për të mësu artin muzikor. Pra nuk është ndarë, sepse në shkollë profesionale kemi ba solfezhin, kemi ba studimin e pianoforcës. Mirë po, këto fëmijë që janë nxënësa në shkollat të ndryshme, nuk e kanë mundësinë sikurse e kishim ne në shkollën profesionale dikur. Këto janë të nxënës shumë të mirë, në përgjithësi janë shumë nxënës të mirë, se unë i njeh sepse e marr vesh edhe nëpërmjet tyre, edhe bisedat me prind plus pastaj se shpesh herë këta po na dalin edhe pa pritmas bie fjala ana është në nxënëset më të mira të maturave të qytetit Shkodrës. Edhe kjo ka urimeve që e bajën tash drejt për drejt për gjithë bashkë të dëgjuesit ton për të vazhduar në profesionin që e vetë e ka zgjell, edhe shpresoj që tjetë profesori i familjes e i nanës vetë, që është me të vërtet një kardiologe e nderuar, shpresoj që në atë fushë edhe këtë bajnë e sëri. Por, uroj që pianohet ta shëshnon gjithmonë, sepse ka aftësinë dhe mundësia, shpresoj të jepet, që ta marrë dorën në instrument, edhe kështu që bashkë me kulturën edhe me dijet e mëdha që kjo do të marrin për profesionin e arshëm, të jetë gjithmonë edhe një njeri i kulturum, sepse kjo na mungon ne në përgjithësi. Pikërisht. Jo, më vjen mirë është një tendencë që edhe prindit i motivojnë fëmijët në mënyrë që koha të jetë e xanun me produktivitet të vlefshëm, të mos kalojnë kot, por jo pa që unë kam gjithë kategoritë e familjeve dhe të fëmijëve. Të natyrave të ndryshme nuk bëjmë asnjëherë dallim sepse talenti lind gjithkund. Sikur që ishte fikshta nga fikshta e që të përmenë nga vene që tush nuk ka se qyteti ka vlerat e veta, qytetërimi është pranë qytetit, po unë kam të gjitha kategoritë e fëmijëve dhe për kujdesi është pothuajse i njëjtë për gjithë familjarëve. Sepse, për shembull, me Liorën, unë jo familjarisht, krejtësisht fisin e tyre, profesori Lukanani, mjeshtër i violës, Oli, Violeta, pavarësisht është Lucia Adrës, prapë hynë në... Edhe kështu në përgjithësi, edhe profesori në familjen e vetë. Nuk janë pak, pra këta janë tendenca që vetë familjet që ka një njohuri, por unë kërkoj që kjo të zgjanohet. Dhe ne kemi bërë përpjekjet, mase unë përsëris atë që kam thënë edhe më përpara, nëpërmjet departamentit të arteve në këtë tentu që këto kurse të mund të zhvillohen jo thjesht në formë private, që cila ka, domethënë, një lloj koste. Koste, po ka një kursisht edhe një limit. Sepse bje fjala është e vështirë të organizosh mi 20 fëmijë. Është e pamundur. Po i baj thirrje edhe institucioneve të ndryshme që të janë aty në fetare ose aty në që janë bamirëse të krijojnë kurse, po edhe ndoshta edhe shtetërore, sepse në 2-3 shkolla të rëndësishme të qytetit që janë të përhapura në zonat ndryshme, mundet këto klasa të implementohen nëpërmjet kësaj metode, që s'kërkon gjatë tjetër, veç një njeri të rregullt, të ditën, një instrument edhe për zgjedhjet e fëmijëve. Dhe një njeri të përkushtuar siç është profesor. Po unë nuk e them për mungesë modestie, por domethënë unë e baj këtë punë, po ka edhe tjerë që e bajnë me shumë sukses. A kupton bile mua se unë nuk jam në të parë që e bajmë këtë gjë. Unë i përshtash gjithë ata. Janë të gjithë fëmijë që nesër mund të dalin në profesione të ndryshme. Asgjë si pengon. Heiber, kur të rritesh, çka ke qef me u bë? Kur të rritem, unë do të bëhem doktoresh. Doktoresh edhe ti, shumë mirë. Dhe kur të marrim vesh që doktoresha ishte në një mramje, bashkë me tjerë dhe shkoj tek piano dhe i ra pjesën, cilën pjesë do më mirati? Il Ternino?
Kjo do të thotë që ju këto pjesë nuk do t'i harroni, i keni gjithmonë, është kështu apo jo, Liora? Si mendon ti për ta vazhduar? Ke dëshirë ta vazhdosh këtë sepse ti e fitove një çmim absolut. Tashti kjo gjë çfarë mbrana ju çfarë detyrimit ju lind? Mendon që keni pas më shumë punë apo më pak? A më shumë punë a më pak? Më shumë. Sepse shpesh herë Po ti Heber? Edhe ti. Po. Sepse shpesh herë ne edhe kemi raste që fëmijët nuk janë përgatitur në nivel dur, apo ja, na çellën gjithve, përveç mësuesit. Unë jam gjithmonë i përgatitur, të gjatë punë. Është edhe atmosfera shumë e mirë siç duket në motivimin dhe në ofrimin e kësaj kënaqësie që në fundit është një kënaqësi që ushqehet nga pasioni, dëshira dhe hobi për muzikë. Ne kemi një grup të bukur Për të arritur diçka duhet me punu shumë. Me punu. Çfarë aktivitetesh kena bërë me rastin e Krishtindes, nëse sepse nuk është hera parë që ju dini në skenë, kështu e di unë. Në mund po që u me bë bien shqiptare. Po një veprim muzikore, kanë luajtur në skenë. E kanë luajtur në skenë. Këtë vit bëmë edhe një videoklip të vogël. Përshëndetje. Shumë e bukur. Herbert Bile ishte një ndër protagonistët e videoklipit. Që kena hi aty te dera, ha? Atë është do të thotë, këto hapa ndërtojnë shumë bukur në personalitetin e gjithë secilit prej këtyre fëmijëve apo të rinjve. Janë mosha të ndryshme. Një njeri që ndjen artin gjithmonë duhet dhe është pranë ti, nuk mund të jetë ndryshe, nuk mund të jetë i vrasht apo brutal, përkundrazi, do të ndjejnë ashtu siç tingulli tingëllon bukur me thellësinë, me anën delikate, me finesën, me brishësinë, me brilancën e tij, ashtu edhe ndjenjat e shpirtit që ushqejnë këtë tingull janë aq të bukur, aq të brishta, saqë e bën një njeri të ndjej shumë anë të jetës, apo jo? Kjo është një kuptim i mrekullueshëm dhe një ushqim shumë i mirë për këtë. Absolutisht. Përveç kësaj, përfitimet janë sepse shpesh herë ngatrohet puna se muzikat kanë punën e vet, muzikantat punën e vet, edhe zënat lit kanë punën e vet. Kjo nuk është as pak sepse shkojnë me pa në teatr vetëm muzikantat kur bëhet një koncert, shkojnë njerëz të ndryshëm. Pra një dëshira, e dyta, çfarë kam pyet një herë anën dhe dëshoj përsëritja t'ja bëj këtë sepse nga që është me shumë eksperiencë në këtë drejtim, edhe është një vajzë me përgatitje, e kam pyet. A nin vedin atë kanë vlet personalisht ty këto vite të kësaj pune dhe çfarë dallimit ke me shokët edhe me miqtë tuaj edhe kërkoj t'ja ribaj këtë pyetje edhe po na shpjegon më së. Gjëja e para është kultura. Merr një kulturë komplet ndryshe. Shijet e mia muzikore në krahasim me ata të moshës teme janë dita me natën. E para dhe e dyta, për shembull shumë raste kur kena edhe kur pyet mësuesin tabel, nëse ti mësu me dal në skenë gjithmonë, mëson një gjë që nuk e ke problem edhe me fol përpara tjerëve, je i përgatitur, jep shumë siguri të madhe. Kështu që mendoj që arti, sidomos në shoqërinë e sotme, bën një diferencë shumë të madhe mes atyre që luajnë një instrument me ata që nuk e luajnë. Kështu që mendoj është shumë diferencë e madhe. Ja, këtë përgjigje që ma ka dhënë është zënë edhe më bukur, unë po shtë edhe diçka më shumë, që kjo është vetëm jo kulturë dhe dije edhe vlerë për vetë fëmijët, por vlerë edhe për në përgjithësi për komunitetin. Bie fjala, në sagjën e kalume që bëjmë të parën franceskanëve të cilët janë dashamirësh në sallën e lirikum, gjithmonë për me na ndihmu për këtë gjë rastin me përshëndet për gjithë aktivitetet e ndihmën që na japin në vazhdimsi. Ne vëmë aty disa karriga, më nom 50 të betohem, ishte një numër
kolosal, sa që njerëzit edhe arritën me na edhe në kam. Pra që të më thonë, nuk është thjesht kurioziteti për me një edhe fëmijët e vetë, po ta kanë një kënaqësi, sepse ne në mënyrë periodike e bëjmë gjatë tillë. Ne kemi gjetur edhe ambiente të tjera shumë të rëndësishme. Në sallën e Universitetit Luiz Gorakuqi kemi bërë një prej këtyre tregimeve, koncerte ose sagjë sikur si quajmë ne. Kemi bërë në hollin e teatrit Migjeni, kemi bërë në sallën Mikel Koliçi, kemi bërë tek Motor Stigmatine, kemi bërë në studio edhe në bibliotekën e shtetit. Pra kemi një ambiente të cilat kanë nevojë për njerëz. Duke i çu këta fëmijë në bibliotekë, përveç që kemi dhënë një koncert të bukur, këta kanë mësuar bibliotekën në atë kohë. Edhe gjithë njerëzit kanë thënë, "Ky është vendi ku vjet për me marr diçka." Këto kanë lënë diçka dhe kanë mundësi me shku nesër me marrë edhe një libër, i cili do t'i vlen, një libër ndoshta jo vetëm i muzikës, por edhe ideve të tjera. I gjitha kjo është një rrugë shumë e bukur që ndërton, apo jo, Liora, që pavarësisht se ti do bëhesh, nuk e di se çfarë do bëhesh, ti do t'jesh në gjendje të luash në piano pjesët tuaja dhe këto do të bëhen frymëzim gjithmonë për ty. Edhe arti është vetëm ushqim i mirë dhe që ndërton dhe që ushqen shpirtin me gjana të bukura dhe me reflektime të bukura mbi jetën. Është një rrugtim shumë i nevojshëm, për mos me thani domosdoshëm. Është diçka që ju e bani me çiltërsinë tuaj, me pasionin, me hobin që keni, por që në fundit është një pasuni e jotja, e juaja. Dhe për këtë, unë duhet ju falenderoj që jeni pjesë e Shkodrës tonë, që e bani atë ma të kulturume, ma të bukur, ma me vlera, që sillni këtu ma shumë të çmime dhe vlerësimi. Nuk është puna thjesht e çmimi, është puna te niveli që ju qiti. Dhe kjo është ajo që mbetet tek ju. Një falënderim gjithmonë për njeriu e palodhur të artit dhe të muzikës në Shkodër, profesor Gjon Shllakun, i cili është gjithmonë pranë jush, me gjithë aktivitetin, me shoqatën kulturore artistike Prenj Jakova, por jo vetëm, me gjithë aktivitetin që ai zhvillon. Unë du t'ju falenderoj shumë, edhe të përshëndes edhe gjithë ata që vinë pas jush, sepse ju jeni një grup i madh dhe sot keni sjell vetëm një përfaqësi, sepse kjo studio kaq që kishte mundësinë për sot. Herë të tjera shpresoj të vini përsëri me çmime dhe me vlerësime të bukura. Faleminderit Heiber. Suksese gjithmonë. Ana, Liora. Mbarësi dhe suksese, shumë duar trokitje në arritjet tuaja. Profesor Gjoni, nderime dhe respekt. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë edhe për emisionin e bukur. Faleminderit shumë, sillni gjithmonë informacione të vlefshme dhe kontribute të vlefshme. Faleminderit.